Partia Socialiste utëroi dje nga kërkesa për pavlefshmërinë e zgjedhjeve në 284 qendra votimi, duke u përqendruar vetëm në njërin nga dy paditë që kishte dorëzuar në kolegjin zgjedhor. Tashmë betejë e saj ligjore do të lidhet me kërkesën e saj që kolegji zgjedhor ta detyrojë KQZ-n të shërtonte pavlefshmërinë e rezultatit të shpallur prej tij, që jep fitoren me 93 vota në avancë kandidatit Lulzim Basha. Sipas socialistëve, ndërmarrja e këtij hapi nuk cënon qëllimin e tyre për të shpallur të pavlefshëm rezultatin, por u bë për taktik që të shmanget bashkimi i të dy kërkesave në një, siç do të kërkonte PD në kolegj. Që kjo është taktik duket, por jo e gjitha është taktik. Nëpërmjet taktikës, për ashtyrjes së gjyqit për nesër që të shërtohet kërkesa e saj e datës 2 korrik për vendimin e KQZ-s, PS kërkon që të sigurojë një formulë tjetër të trupit gjykues. Pra ajo është presion fort tek influencat e veta mbi anëtarë të ndryshëm të KQZ-s dhe nëpërmjet rivotimit brenda kolegjit të përfitojë një trup gjykues që parafron më shumë sipas perceptimit të saj me qëndrimet e Partisë Socialiste. Pra PS shpreson të marrë pjesën e tortës nga presioni i përqendruar që ajo ka bërë ndaj kolegjit pothuajse çdo ditë, nëpërmjet gjithë zyrtarëve të saj e më së shumti nëpërmjet kryetarit të PS-s Edi Rama. Po ashtu, sipas kësaj pritshmërie, i bie që ndonjë anëtar i kolegjit zgjedhor të jetë ndërkaq edhe asi nën mëng i PS-s për seancën që mendon të jetë edhe e fundit e procesit zgjedhor për Tiranën. Ndërkaq, si pjesë e taktikës së PS-s, është edhe zvarritja e procesit për të shfrytzuar gjithë mundësinë që t'i jep kodi zgjedhor për ankimim. Nëpërmjet procesit të zgjatur dhe këmbënguljes, synohet që të rritet perceptimi për padrejtësitë që i bëhen PS-s në proces, si dhe të ndërtoj imazhin e të persekutuarit prej kolegjit apo KQZ-s. Ideja e këmbënguljes për ta zgjatur procesin me çdo kusht është edhe ideja për fituar me çdo kusht. Fitoria me çdo kusht nuk është i parë i zgjedhjeve në demokraci, por në autokraci. Ajo që nuk është taktik vjen për shkak se tërheqja e PS-s nga kërkesa për pavlefshmëri i heq asaj thelbin e këmbënguljes së PS-s se votat u manipuluan në procesin e verifikimit apo se kishte cënim të integritetit të fletëve të votimit. Tërheqja e saj prej kësaj kërkese e nxjerr zbuluar bashkë me dokumentacionin e pafund që ka dorëzuar te diplomatët dhe te kolegji. Ai dokumentacion, i cili nuk hyn në punë asnjë çast, tashmë është zvogëluar vetëm në propagandë. Dhjetra ekipe që kanë konsumuar orë të tëra për të gjetur gjilpëra në kasht, që kanë thritur i gjetëm gjilpërat dhe që Rama ka thënë se i ka parë ato, bile edhe i ka prekur, tashmë nuk kanë vlerë. Nuk besohet shumë të thuhet se vlera ranë në tregun e taktikës. Nëse provat e pretenduara do të kishin vlerë, taktikat, cilat do qofshin, do të ishin të varfër përpara tyre. Mëtej, kjo tërheqje shërben për të verifikuar besimin e shumë ekspertëve se këmbëngulja e Ramës për pavlefshmëri nuk ishte procedurale dhe se kishte kaluar të gjitha afatet brenda të cilave ajo konsideroi një kërkesë ligjore. PS nuk u përball me kauzën e saj. Për më keq, e zëvendçoi kauzën me taktikën dhe ja la në dorë flamurin e saj më valvides Partisë së Pensionistëve. Rama duhet shpjegoj se pse e bëri një tërheqje të tillë, pasi vetëm për taktik është e pabesueshme. Zyrtarë të lartë të kësaj partie thanë se PS nuk ka hequr dorë prej pavlefshmërisë, por është vetëm një vonesë në kohë, pasi do t'i rikthehet kësaj kërkese pas vendimit tjetër që do të marrë KQZ-ja, nëse kolegji zgjedhor pranon kërkesën e PS-s, që shqyrtohet sot. Duke besuar rrugës që ka menduar Rama, pra edhe rikthimit, fuqia e kauzës së tij për pavlefshmëri dhe një betejë të re për Tiranën është dobësuar prej rrugës që ka bërë dhe i ka rënë morali prej tërheqjes nga betejë e parë. Po sikur kolegji të jap sot një vendim kundër kërkesës së PS-s, çfarë është edhe e pritshme. Atëherë procesi pothuajse ka marrë fund, duke pritur edhe shqyrtimin e një ankese tjetër të premten nga Partia e Pensionistëve, por ka marrë fund me PS-n. Kjo parti humb betejën ligjore jo me kauzën e saj në dorë, pavlefshmërinë, por me një kërkesë procedurale. Zvarritja e procesit, taktik për të humbur gjurmët, nga Sami Neza.